Në kuadër të artimit dhe publikimit fjalorit të madh të gjuhës shqipe në një platformë digjitale si burimi i hapur i të dhënave, Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe Universiteti Fanoli organizuan një veprimtari promovuese kushtuar kësaj vepre madhore të leksikografisë shqiptare, që u shërben studiozëve, pedagogëve, studentëve, mësuesve dhe nxënësve, si dhe të gjithë përdoruesve të gjuhës shqipe. Gjuha është ndër simbolet më të fuqishme të identitetit të një kombi. Nëpërmjet saj ruhen kujtesa historike, trashëgimia shpirtërore, kultura dhe vetdia jonë kombëtare. Për këtë arsye, studimi, ruajtja, pasurimi dhe standardizimi i gjuhës shqipe mbeten një detyrë e përhershme kombëtare dhe akademike. Në këtë këndvështrim, fjalori i madh i gjuhës shqipe përfaqëson jo vetëm një arritje shkencore të jashtëzakonshme, por edhe një dëshmi të përkushtimit të studiuesve shqiptar për ta pasqyruar në mënyrë sa më të plotë pasurinë leksikore të shqipes. Në parathënien e këtij fjalori theksohet me të drejtë se çdo fjalor i madh është shafatgjat jo vetëm në procesin e artimit, por edhe në jetën e vetë të qarkullimit dhe përdorimit. Kjo ide shpreh qartë përgjegjësinë e jashtëzakonshme që mbart artimi një vepre të tillë leksikografike, e cila nuk i shërben vetëm së tashmes, por projektohet si një referencë themelore për dekada me radhë. Të gjithë ne e dimë që fjalori tashmë është përfunduar në pjesën e tij më të madhe dhe është bërë i njohur për të gjithë ata që kanë nevojë dhe ndjejnë të nevojshme që ta përdorin. Dhe është një periudhë, ndoshta një vjeçare, më shumë apo më pak, ne do ta shikojmë në të ardhmen se sa do të shkojë, që në një farë mënyre po vlerësohet cilësia e këtij fjalori. Pra, të gjithë ata që e përdorin janë duke dhënë komentet e tyre, dhe them mes këtyre komenteve ka shumë komente racionale, sugjerime me vlerë. Fjalori i madh i gjuhës shqipe është përfunduar në pjesën më të madhe të tij dhe është bërë i përdorshëm për publikun dhe studiuesit në një platformë online, ku priten komente dhe vlerësime për cilësinë e tij. Një gjë e tillë do të zgjasë për rreth një vit dhe më pas fjalori do të printohet për të qenë i përdorshëm nga të gjithë shqiptarët përmes 3 volumesh.